Mirë mëngjesi. Urdhëroni, përshëndetje. Mirë mëngjes. Mirë mëngjesi, zoti Qani. Dëgjo. Po, që Unë jam këtu në Durrës. Ku je pra, je në lëvizje dhe nuk është që nga pamja forte e qartë. Në lëvizje, jam se e fiksoj diku. Po, nëse mundesh, më mirë do t'ishte. Që mirë të ka, po, më mirë kështu e fiksuar, ja, shumë mirë. Futu pak më në mes të lutem, aty, nga djathta juaj, të lutem. Se më kellën vetëm pamje tani, ja, këtu. Jo, këtu fiks, po. Jam këtu në Durrës dhe këtu shohim që rrërës e plazhit po i bëhet një masakër totale. Çfarë po i bëhet? Po? Po, këto bëjnë caj të quajtura pitbare, i bëjnë në mes të rrërës, i bëjnë në rrërës dhe jo që kanë zënë, do me thënë 10 fishin e lokalit që kanë në hotel, në palat, mbi rrugë, po janë futur në rrërë edhe po të shikosh, edhe plazhet publike, atje hedhin mbeturinat, e kanë bërë kosh mbeturinash atë. Te pjesa e publikut, këto privatët. Edhe kanë glabëruar... I hedhin mbeturinat privatët apo qytetarët? Jo, i hedhin plazhet këtu, kanë bërë pastrimet e tire nga mbetjet e detit, joja që tha bankia, i pastroj dhe i ka hedhur të pjesa e publikut. Po, të kuptove. Edhe me foto, po donim bini kamerat, të shikojnë... Do shojmë, e bëjmë një vëzhgim, po tjetër. Nga Kavalishenca, deri në Golem, të shikoni kasolet si në mesjet, me kasht, me kështu, me gjëra. Që s'ka asgjë të bukur. Këta presin turizm, po Bashkia e Durrësit nuk ekziston. Dhe po të pjesësh dikë që i thashun dikujt që qa bënë o burit e oti, thash. Po. Hedhë këto lektu. Po, jam kollitur unë, thot, s'ma prish njeri. Jam kollitur, s'ma prish njeri, okej. Jam kollitur, thot, s'ma prish njeri se... Ajo është kollitur në mënyrë tjetër, jo se është kollitur se mund tjetë pak pa qef nga ky ndryshimi stinës. Jo, nuk e ka zënë viroza. Nuk e ka zënë viroza, e di, e kuptova. Alergji nuk ka, po që kjo bëhet, kjo është administrata jonë, kjo është shteti jonë. Prandaj, kur thot dikur që Shqipëria bëhet, nuk bëhet Shqipëria me dallavere. Ju kuptoj. Shqipëria bëhet vetëm duke futur një forcë e re dhe biles inshallah zoti ju kthen mendjen shqiptarëve të mos votoj këta 35 vjeçarët të hidhet nga ju të rinjt andi. Ne nuk i japim dot më vendit, se ne jemi mësuar, edhe një gjë e fiku ne na vlen ta marrim pa drejtësi. E kupton? Ju kuptoj shumë qartë. Të falenderoj. Dhe juve. Faleminderit përshëndes për telefonatën dhe ishte në Durrës zoti Qani Shino, ish minator dhe na përsolli një problematik që ishte bërë përshtypje, po që ishte vënë re me zonën bregëtare dhe mbi gjitha që jemi në prag të sezonit turistik. Përshëndetje.